Në fundjavën që lan pas u shënua një nga dasmat më të bukura, gati sikur kishte dalë nga librat e përrallave, aq e bukur dhe fisnike u duk, por u prish nga një koment që për shumë ishte ziliqar, por do ta shtjelloj më shumë në këtë gojë të Miletit. Fjalën e kam për dasmën e djalit të Josefina Topallit, Genari, i cili kurrizoi martesë me Cindy Marinën, një nga vajzat më të bukura shqiptare që ka përfaqësuar dhe Shqipërinë në Miss Univers në vitin 2019, ku aso kohë korri dhe një sukses dhe për mua mbetet një nga përfaqësimet më tintoze, por mbetemi tek dasma, ajo që tërhoqi më shumë vëmendje. U mbajt në Rom, u mbajt në një kish, u mbajt në një ambient ku flitet që pagesat janë të larta, por për pjesën e kishës u qartësua se nuk është me pagesë, por në bazë të rregulloreve, e duke qenë që Josefina Topalli është e lidhur me Vatikanin, sigurisht që në këtë pjesë është futur pjesë edhe miku, por nga ana tjetër, i gjithë hijeshia, i gjithë bukuria, i gjithë nuri i pastër i një nuse që gati ishte si e pikturuar e Cindy Marinës, le të themi poshtoi portalet, emisionet dhe kudo me lapse letër po mbajnë shënim se a ka kushtuar 500.000 euro kjo dasëm e mbajtur në Rom. Por nga ana tjetër, e gjithë vëmendja u ngatorua dhe u trazua nga komenti që Eva Murati, ish partnerja e Genarit bëri. Edhe pse Genari njihet si djali i Josefinës, pra nuk është një figurë publike dhe shumë mediatike, por u bë i famshëm asaj kohe me lidhjen me Eva Muratin, një nga gazetarët sportive më të arrira në vendin tonë, e cila e ka kaluar trampolinën kombëtare dhe i shikojmë se si ishte së fundmi ditët e fundit në festivalin e Venecias, ajo është shpeshherë në tabloidet britanike, në syrin e medias italiane, por nuk e dim pse ndoshta i shkau zemra që bëri një koment që dua ta lexoj tamam të mos gaboj edhe unë siç mund të ketë gabuar Eva Murati me komentin që bëri në TikTok, ku dikush ndoshta i komentoi që është ndjerë ziliqare, e çka tha ajo. Nuk dua që miliona shqiptarë të më dëshirojnë vdekjen, sepse po mburrem me para që mund të jenë të vjedhura nga fondet publike. E di që më ndjek çdo ditë, por ta bësh këtë në një ditë pas dasmës tënde është më shumë se patetike. Pra kemi të bëjmë me dy situata. E para, akuzat për vjedhje të fondeve publike, dhe e dyta, për përndjekje që për Evën është patetike, se si një çift i sapo kurorzuar mund të ndjek se çka bën X personi, fjala konkret për Evën. Tani, a ka Eva informacione që ne nuk i dim, që nuk janë denoncuar në institucionet e drejtësisë për këto vjedhje në fondeve? Nuk di ta them. Nga ana tjetër, apo e përndjek çifti Evën? As të nuk di ta them, por nga mënyra se si Eva, le të themi, është qasur këtij komenti, biem në pikën e vetme që ndoshta kanë tjerë një lloj xhelozie apo edhe një lloj, le të themi, pengu, nuk e di, ka informacione, nuk e di, nuk dihet pse e bëri Eva këto kur ajo është në një pikë që e ka ndërtuar karrierën e saj dhe nuk besoj që mund të vuaj nga vëmendja, por ku të gjithë, le të themi, u morën duke parë Cindy nuse, se sa e bukur, fustanet mallështore, si princesha, si pralla pas trupit, le të themi, arredimi, shpenzimet maramëndse, shifra 500.000 euro që po flitet në rrjet. Një koment i Evës ndezi gjakrat, thua kemi të bëjmë me një shtrik, le të themi, në këtë prall, në këtë fabulë e cila e tillë është parë në rrjetet sociale me publikimet që janë bërë të fotove, të videove edhe të gjithë dasmës ku kishte edhe figura të tjera publike. Por çfarë e detyroi Evën të bënte një koment të një llogarie anonime në TikTok? Këtu vjen hapi tjetër i Evës. Ajo ka thënë tekstualisht që, do ta lexoj, besoj se shumë njerëz ju ka ardhur si bombë, pasi nuk është në natyrën time të shkruaj kështu, apo të merrem me deklarata të tilla, gjë që e bëri. Më vjen keq, thot Eva, për të gjithë këtë sepse rash totalisht në kurth. Prit, do ndalem pak këtu. Kush i bëri kurth Evës? Në çfarë kurthi ra Eva? Apo ndoshta e bëri pa menduar se do të shkaktonte, le të themi, këtë bujën e madhe dhe do të shikonte në sytë e publikut ndoshta si një ziliqare? Ndoshta. Por Eva vijon duke thënë ndër të tjera që
ishte një përgjigje e kthyer pas provokimeve të një pasnjëshme në anglisht nga njëta adresë për t'ia mbyllur gojen u krijua kjo situatë e pakëndshme. E them me bitje kurth, sepse gazetat e morën në mënyrë të njëanshme komentin që nuk kishte ndodhur më parë. Fatkeqësisht edhe pa dashur u bëra pjesë e një telenovele që realisht nuk dua të jem pjesë. Jetë të lumtur për të gjithë, thot Eva Murati. Tani se u bë shumë serioze, por ka pasur reagime në portale, ka pasur reagime në rrjetë, është bërë lajm. Le të themi që Dasma mori një tjetër hov edhe nga ky koment i Evës, ku të gjithë shkuan për të parë se për çfarë Dasma po bëhet fjalë, kush ishte nusja dhëndri, si ishin veshur, kur realizohet kjo. Nga ana tjetër, nesër çifti sipas informacioneve do të ketë edhe një takim dhe do të marrë bekimin e papës. Pra po flasim për një kategori njerëzish që nuk janë të thjesht, por që e kanë ngritur punën e tyre, i kanë ngritur bizneset, i kanë ngritur reputacionin dhe sigurisht e gjithë Dasma dhe i gjithë vëmendja gumzhoi, le të themi, dhe u përqendrua më së shumti në komentin që Eva bëri duke hedhur pikpyetje për dy elementë që unë thash, për abuzim me para publike. Të themi të vërtetën, prindit e Sindit nuk kanë qenë pjesë e punës në shtet. Nëse e ka për familjen e ish partnerit të saj, pra për familjen e Josefina Topallit, nëse e ka ndërgjegjësimin për të shkuar dhe për të denoncuar, atëherë duhet të shkojë të bëjë denoncimin në vendin ku është dhe jo të hedhi hije apo të hedhi akuzat të forta për personazhe që kanë një impakt edhe janë aktual në politikë. Nga ana tjetër, ajo që po komentohet me të madhe, por edhe që ka marrë vëmendjen e portaleve, sigurisht që është luksi që për disa është i tepruar me disa fustane të ndruara Sindi, me lokacioni një nga vendet më të shtrenjta të Romës, sigurisht menuja e bollshme, e rafinuar, e shtrenjtë, fisnike, siç ishte e gjithë Dasma në atë ne që pam. Unë e thash, një dasëm sikur e dal nga kopertinat e prallave, Sindi një yll, një nuse që besoj do të jetë një lloj trendi dhe për nuset në vijim, ndoshta edhe për sezonin e verës, me atë fisnikërinë, thjeshtësinë, por edhe stilin e princesësh, por duke u mbetur tek Eva Murati, ndoshta ajo do t'japi edhe do të shkojë në direktiva që mund të ketë hedhur, ose ndoshta ka qenë një koment i nxituar dhe një koment në Instagram apo në rrjetet sociale ishte që gjithmonë një Evë do ta ngatroj botën, edhe për fat të keq kështu ndodhi në këtë herë, por çifti nuk ka pasur asnjë reagim, nuk kemi parë ndonjë reagim nga ana e tyre, por edhe nga njerëzit që janë afër tyre. Interesante nëse do të jetë një telenovel, siç Eva tha që nuk donte të ishte pjesë, a do të vijoj apo u mbyll thjesht me këtë komentin e pavend. Nëse kemi të bëjmë me akuzën e parë, duhet të shkojmë në derën e drejtësisë Eva, edhe nuk duhet t'i bëjmë në TikTok, aty ku ti e din se sa virale bëhen gjërat, aty ku ti e din se sa mund të keq përdoren dhe se sa ndoshta nuk e kuptojnë, ndoshta edhe ironin apo ato çka i ke dashur ti të thuash, por ajo çka ke dashur ti të thuash në sytë e publikut është marrë për dy akuza: abuzim me fondet publike dhe përndjekje që çifti të bën ty. Nuk di si do të vijojë kjo histori, por di që ka marrë një hov dhe ka marrë një, le të themi, një vëmendje krejt papritur. Nëse do të kemi drama, do të jemi këtu për të komentuar sërish në Gojë të Miletit, duke ju falendëruar që më ndiqni. Mos harroni të bëni subscribe kanalit Koha Jon në YouTube.